fitoi Rama dhe këtë radhë akoma më tepër i fiton Rama, zgjedhjet, sepse qoftë dhe Partia Socialiste po vjen e po unifikohet me imazhin e tij. Dhe thash, faktori që ja mundson Ramës, unë vë them diku të 75 me Rama. 75? 75, merë. 75-78, këtu po losim. Deri në 78? Dhe, po, letrim të 75, që t'jem më i sakt. Dhe këtu ndikojnë këto faktorët e Partisë Demokratike, që tash janë të mërshëm që organizimi në bazë i saja, mungesa e stekave të vjetra që ishin shtyllët kurizore që e mbanim, që e diskutuam me Manjanin off record, për qa ishin për ata që mbanin sistemin kapilar Partisë Demokratike, ndërkohë Partia Socialiste... To flamur nokën e këta tjere t'i ka ende ati? Nuk krahasojnë me ata që kanë qenë përpara. Një pjesë të tyre janë larguar. Kështu që ndërkohë që Partia Socialiste e ka forcuar rrjetin e militantëve që ata i quajnë patronazhist, e ka forcuar, prandaj them që dhe kjo. Së dyti është faktori partive të reja. Unë mendoj që partitë e reja, e kam thënë gjithmonë, ndoshta po e përsëris për herë fundit. Ti ke vënë bas që ata s'marrin mandat, që është e vërteta. Po, kam vënë bas që s'marrin mandat, por ata do gryen PD-n, pse elektorati djathtë është ai që gjithmonë, duke parë murin e të majtës përpara, tenton të gjejë një mundësi që kush është ai matrapik që e çan këtë mur. Dhe mendoj që Partia Mundësia dhe Lapaj do marrin nga elektorati i Partisë Demokratike. Edhe mua në fakt më ka bërë përshtypje se Berisha nuk i ka rënë fare këtij krahu, vetëm një herë kam dëgjuar që e ka përmendur. Shehajt i ka rënë, mjaftueshëm. Nuk është se si ka rënë. Lapajt jo. Nominalisht, po shehajt po, i është përveshur. Ndërkohë që në fushata... Në fushata e ka pasur tezë kryesore, ato që ju lëshohej atyre që mund t'i gryen në Dgjoj, se këtu ndjes tani që ta ndërpres mendimin, po këtu e kemi diskutuar këtë çështje dhe kemi thënë që ndoshta kjo që ka bërë Berisha, pra goditja që i ka bërë Shehajt, mbase strategjikisht ka vepruar gabim se dhe mund ta ketë rritur Shehajt. Çka ka rritur Shehajt? I ka shkuar vote majt Shehajt. Vote majt jo, po... Po si vote djathi ka shkuar Shehajt. Duke sumuar Berisha. Vote e Berishës i ka shkuar Shehajt. Shiko, juve thoni që me gjithatë unë jam brenda kësaj, derisa marzhi gabimit është 3% dhe këta janë në kotat 4-5%. Më larg janë. Shumë pak ju mjafton që të mos marrin asnjë deputet. Këtu do jemi. Në asnjërin prej sondazheve serioze, qoftë këtu, qoftë në Top, qoftë diku tjetër, në Tiranë mundësia është pej 6 deri në 11 ishte në Ballkan Web, në News 24. Domethënë 6.5 ishte në Top Channel, 10.5 ishte në News 24, në Tiranë është fjala. Pse qeshile? Aty ishe ti në fakt kur... Kështu, nuk thash unë. Sipas sondazhit. Në të sondazhi jo ka thonë të fundit që e kanë bën Tiranë. Flasim herë tjetër. Jo, në sens po tham as merr as merr. Veç që thosë ka fut kurkush, nëse marrë gabimit ta që nuk po tregoj ç'është gjendja se. Është pak më lart se sa ajo që the. Gjithsesi, po ti marrin parasysh të gjitha sondat, se s'po i referohen vetëm barometrit.